Një javë pas rreshjeve intensive të shiut dhe daljes nga shtrati të lumenjve Vjos, Seman dhe Shkumbin, situata po shkon drejt normalizimit në qarkun e Fierit. Të dhënat e fundit nga emergjenca civile të prefekturës flasin për ulje të nivelit të lumenjve në shtratin e vet, ndërkohë që nga drejtoria e bujqësisë ka një listë paraprake të dëmeve e cila pritet të zgjerohet më tej me tërheqjen e ujrave nga tokat bujqësore. Deri tani bilanci është 1.2 hektar luleshtrydhe, 11 hektar ullishte, 4 hektar jonxh dhe 4 hektar me drithra në zonat Frakull, Levan, Mallakastër dhe Tërbuf. Burime nga drejtoria e bujqësisë bëjnë të ditur se gjatë kësaj jave, specialistët e kësaj drejtorie pritet të dalin në terren për të evidentuar dhe inventarizuar dëmet e pretenduara nga fermerët me qëllim përfshirje në listat e kompensive nga qeveria. Situata e lumenjve, prurjet në lumenj Vjos, Seman dhe Shkumbin kanë rënë dhe janë futur në shtrat, ndërkohë vazhdon tërheqja e ujrave nga tokat bujqësore në varësi dhe të sistemit kullues.